Përshëndetje miq të dashur. Në këtë video do të trajtojmë një ngjarje të madhe e cila flet se lindja e mesme po hyn në një epokë të re rivaliteti strategjik, ku armiku kryesor I Izraelit nuk është më Irani, por është Turqia. Ngjarja për të cilën do të flas këtu do të jetë një nga ndryshimet më të mëdha gjeopolitike të lindjes së mesme që nga revolucioni islamik iranian I vitit 1979. Për më shumë se 4 dekada, bota është mësuar të shoh lindjen e mesme përmes konfliktit Iran-Izrael. Qindra miliarda dollar janë shpenzuar, luftra të tëra janë zhvilluar, aleanca janë ndërtuar dhe janë rrëzuar mbi këtë boshtë rivaliteti dhe armiqësie. Mirë po sot, për herë të parë, një ministër Izraelit deklaron botërisht se epoka e perandorisë shiite ka përfunduar dhe se kërcënimi I po vjen nga një boshë tjetër, nga Turqia, Siria dhe Katari. Me sa shihet, do të jemi dëshmitar të një shpërthimi të madh dhe shumë të rrezikshëm se sa që kemi parë deri më tani. Kjo përplasje midis Izraelit dhe Turqisë nuk ka të bëjë vetëm me territorin apo vetëm me ushtri. Ajo ka të bëjë me histori, me identitet, me fe, me ndikim kulturor, me qytetnim dhe me vizione të ndryshme për të ardhmen e lindjes së mesme. Njëra palë flet për sigurinë e Izraelit dhe ruajtjen e ekuilibrave ekzistues, me epicentër Jerusalemin, ndërsa pala tjetër, Turqia, flet për një Turqi më të fuqishme, më të pavarur, më aktive në mbrojtjen e çështjes palestineze dhe shumë aktive në hapësirat që dikur ishin pjesë e perandorisë osmane. Kjo është arsyeja pse Jerusalemi, Siria, Mesdheu Lindor dhe Gaza po shndrohen sërish në pika të nxehta të një rivaliteti të ri, të cilën deri më tani bota ende nuk e ka pa me sy. Apo shkohet drejt një përplasje të gjatë strategjike mes Ankaras dhe Jerusalemit. Ndoshta jo nesër dhe ndoshta jo në formën e një lufte të drejt për drejt, por shenjat e një rivaliteti më të rrezikshëm se deri më tani janë të dukshme. Janë të dukshme në Siri, në Mesdheun Lindor, në çështjen palestineze, në marrëdhëniet me Greqinë, Çipron, madje edhe në luftën për ndikim në botën muslimane. Historikisht dihet se konfliktet e mëdha rrallë herë fillojnë me tanke, ato fillojnë me ide, me deklarata dhe me ndryshime në mënyrën se si shtetet e shohin njëra tjetrën. Dhe pikërisht këto vjen pjesa që duhet të na interesoj edhe neve shqiptarve. Nëse rivaliteti midis Turqisë dhe Izraelit vazhdon të thellohet dhe të merr përmasa të një konflikti jo vetëm ushtarak, por edhe kulturor, edhe qytetërimor, pasojat nuk do të kufizohen vetëm në lindjen e mesme. Ballkani historikisht ka qenë urë lidhëse midis perëndimit, botës turke dhe botës islame. Shqipëria, Kosova, Maqedonia e Veriut dhe diaspora shqiptare në përbot kanë marrëdhënie të rëndësishme si me Turqinë, ashtu edhe me aleatët perëndimor të Izraelit. Prandaj, unë mendoj se një krizë e madhe midis Ankaras dhe Jerusalemit mund të krijojë presione të reja diplomatike, ekonomike dhe strategjike edhe tek ne në hapësirën shqiptare. Dhe pikërisht për këtë arsye,
deklaratat e djeshme të ministrit izraelit, të cilat u thanë botërisht para kamerave izraelite dhe botnore, nuk janë thjesht një lajm i ditës. Ato janë paralajmërimi i parë i një stuhie geopolitike që nesër mund të ndihet edhe në Ballkan, edhe në gjeografinë shqiptare. Këtë paralajmërim po e bëj edhe unë nëpërmes kësaj videoje. Këtë video pra e nisa me këto fjalë për të ju bërë me dije se gjendja në lindjen e mesme pas përfundimit të luftës kundër Iranit, jo që është qetësuar, por ajo po merr për masa edhe më të gjera dhe më të rrezikshme. Në pyetje është kërcënimi i Izraelit nëpërmes gojes së ministrit izraelit të diasporës, Amichai Chikli, i cili mori pjesë në samitin e politikave ndërkombëtare në Jerusalem dhe bëri deklarata jo vetëm provokuese kundër Turqisë dhe presidentit të saj, Erdogan, por paralajmëroi botën, në veçanti Evropën, se rreziku i Turqisë për lindjen e mesme dhe për Evropën po shtohet dita ditës. Andaj, siç do ta shpjegoj në minutat në vazhdim, i bën thirrje Evropës në mënyrë të drejtë për drejtë. Evropë, përgatitu, ndaleni Turqinë sa nuk është bërë vonë. Nëse e gjeni në internet intervistën e këtij ministri izraelit, dëgjojeni dhe binduni për rrezikun të cilën ai e paralajmëron për rajonin, për Ballkanin dhe për Evropën. Tekstualisht tha: epoka e perandorisë shiite e përbër nga Irani, Siria e Asadit dhe Hizbullahu ka përfunduar. Ajo periudhë tani më është e mbyllur. Mirë po, tani Turqia e Erdoganit dhe Siria e Ahmed el-Shara janë bërë shumë më shqetësuese se sa që ka qenë Irani nga viti 1979. Boshti i ri i së keqes është boshti i vllazërisë muslimane, i formuar nga Siria e tanishme, nga Katari dhe, siç tha ai, nga Turqia e Erdoganit. Që nga revolucioni islamik i vitit 1979, Irani, për ata që nuk e kanë ditë, ka qenë armiku kryesor strategjik i Izraelit. Për më shumë se 4 dekada, politika e sigurisë izraelite është ndërtuar mbi 4 shtylla kryesore. E para, parandalimi i programit bërthamor iranian, lufta e vazhdueshme dhe insistuese kundër Hizbullahut, 3. Kërcënimi i ndikimit iranian në Siri dhe natyrisht izolimi e mundësisht edhe shfarosja totale e Hamasit. Kjo doktrinë e re tani më, doktrina që flet për rrezikun që vjen nga Turqia për Izraelin, ka dominuar mendimin izraelit viteve të fundit e sidomos pas fillimit të luftës në Gaza. Doktrina tjetër e rrezikut nga Irani ka qenë evidente nga vitin 1980 deri në mesin e viteve 2020. Mirë po, deklarata e ministrit izraelit Chikli se epoka iraniane shiite ka përfunduar përfaqëson një ndryshim konceptual që paralajmëron rrezikun i cili po i kanosët lindjes së mesme. Ministri izraelit sugjeron se projekti rajonal iranian ka hyrë në fazën e dobësimit total apo asgjësimit përfundimtar.
nga këndvështrimi i realizmit politik. Nëse shikohet, shtetet nuk friksohen shumë nga fuqit që po bien, por nga fuqit që po ngrihen. Në pyetje është Turqia. Prandaj, pyetja kryesore sot e Izraelit nuk është më si ta ndalojmë edhe më shumë Iranin, por si të përballemi me Turqinë në dekadat e ardhshme. Ministri Izraelit i bën thirrje Evropës, siç thash në hyrje të kësaj video, me këto fjalë tekstuale: tani është koha të zgjoheni dhe të hapni sytë mirë. Nesër do të bëhet vonë për ju dhe për ne në Izrael. Turqit duan të rindërtojnë perandorinë e re otomane. Këto janë fjalët tekstuale të ministrit Izraelit. Dhe në këtë video me izën e Zotit do të mundohem të analizoj deklaratën e tërësishme të tij dhe nga këndvështrimi analitik që unë e shoh momentin e tanishëm dhe rrjedhat që priten të ndodhin, do të mundohem në fund të jap edhe pasqyrën time, qasjen time, jo vetëm për lindjen e mesme, por edhe për çështjen shqiptare që, nëse ky rivalitet thellohet dhe fillon të qet jashtë shkëndijat kërcënuese, me patjetër ato shkëndija do të mbërrin edhe në gjeografinë shqiptare. Nëse e gjeni në internet, a unë ju porosis që të kërkoni, dhe nëse e dëgjoni me vëmendje deklaratën e Çiklit, ministrit Izraelit, ai pretendon se vizioni i Erdoganit bazohet në dy komponente të rrezikshme për lindjen e mesme dhe për Evropën. Komponentja e parë, neo-otomanizmi. Sipas ministrit Izraelit, turqit duan të rindërtojnë perandorinë otomane. Kërcënimi kryesor dhe i drejt për drejt këto drejtohet ndaj Greqisë dhe Çipros me ligjin e Adheut Blu Mavi Vatan, siç e quan Erdogan, i cili ligj sipas Izraelit parashikon fshirjen e gjysmës së juridiksionit detar të Greqisë nga harta dhe bllokimin e ishujve grek në ujërat midis Turqisë dhe Greqisë. Komponentja e dy që nxjerrët nga aty flet se turqit duan të bëjnë Jerusalemin një qendër të Turqisë. Ai thot se e shihni ministrin e brendshëm turk duke thënë: ëndra ime është që nesër të jem guvernator i Jerusalemit. Pra, turqit duan që Jerusalemi të jetë përsëri një provincë, një krahin dhe një qendër e rëndësishme fetare, kulturore dhe tregtare e perandorisë së re osmane, të cilën dëshiron ta ndërtojë sërish Recep Tayyip Erdogan. Përtej kësaj, miq të dashur, në deklaratën e tij, ministri Çikli i zemëruar interpreton mesazhet e vendosmërisë së Erdoganit në lidhje me kauzën palestineze. Thot tekstualisht: Erdogani flet me një gjuhë të ashpër, kërcënuese, duke thënë: atë që e bëm në Libi, atë që e bëm në Somali, atë që e bëm në Siri, do të bëjmë së shpejti të njëjtën edhe në Palestinë. Mirë po, ministri këto e tërheq vrejtjen, duke thënë se këtë territor që ne e quajmë Izrael
e që është Izraeli, Erdogani qëllimisht e quan Palestinë, për t'i dhënë të vetës së drejtë edhe më të fuqishme dhe për të ruajtur nga kritika që mund t'i vijnë nga bota perëndimore, se nuk është fjala për pushtimin e Izraelit si shtet siç është, por është fjala për kthimin e Turqisë, të turqëve, turqizmit dhe frymës perandorake osmane sërish në tokën e Palestinës. Tashi, shikuar në mënyrë analitike, deklarata e ministrit izraelit të diasporës, Amichai Chikli, është shumë më tepër se sa një sulm verbal ndaj Recep Tayyip Erdoganit. Në planin geopolitik, këto deklarata përfaqësojnë një rishikim të hierarkisë së kërcënimeve strategjike të Izraelit në lindjen e mesme. Nëse deri para pak vitesh doktrina strategjike izraelite e konsiderante Iranin si kërcënim numër 1, tani më izraelitët po e thojnë hapur dhe pa pikë hezitimi. Turqia po shndrohet në sfidën afatgjate, më serioze se Irani për Izraelin. Andaj, obligimi dhe detyra kryesore e Izraelit, e izraelitëve dhe e miqve të Izraelit dohet që të parandalohet dhe të rënohet kjo hierarki e kërcënimeve strategjike mbi Izraelin. Turqia thjesht në syrin e Izraelit po shndrohet në sfidën afatgjate më serioze për Tel Avivin zyrtar. Nëse dom që ta analizojmë më thellë dhe ta japim edhe mendimin tim, këto në lidhje me këtë që e thash deri më tani, me patjetër dohet shtru pyetjen këtu. Pse deklarata e ministrit izraelit është historikisht e rëndësishme? Dëgjoni miq, për herë të parë një zë i nivelit ministror izraelit e thot publikisht: Turqia dhe Siria janë më shqetësuese dhe më të rrezikshme se Irani për Izraelin. Diçka të këtill ka qenë pothuajse e pa imagjinueshme të dëgjohet deri para 10 apo 15 viteve. E përsëris, që nga revolucioni islamik i vitit 1979, Izraeli e ka konsideruar Iranin si armiku kryesor strategjik. Programi bërthamor iranian, Hizbullahu në Liban, Hamasin në Gaza, milicit shiite në Irak, Siria e Asadit dhe elementet të tjera të kësaj rrezikshmërie, megjithëse që janë shembur dhe po japin gërhamat e fundit të ekzistencës së tyre, në vend se Izraeli të ndjente një satisfaksion dhe një qetësi psikologjike, njëjtë edhe izraelitët, tani izraelitët dhe Izraeli janë kapluar nga ankthi i Turqisë. Turqi e cila së bashku me Sirin dhe me Katarin në syrin e izraelitëve kanë krijuar një bosht shumë më të rrezikshëm se sa që ka qenë deri më tani boshti i rezistencës me qendër në Teheran. Ky ministër përdor shprehjen epoka e perandorisë shiite ka përfunduar dhe e përsërit më shumë se një herë. Dhe kjo në syrin tim është jashtëzakonisht domethënëse. Në gjuhën e strategjisë
rajonale. Ai po thot kështu: Siria e Asadit nuk ekziston më si bosht i fuqishëm. Hizbullahu është dëmtuar mjaftueshëm sa të mos jetë ndonjë rrezik i madh për të ardhmen izraelite. Irani tani po përballet me presione të mëdha ekonomike, ushtarake dhe i detyruar do të nënshkruaj mbi dokumente të cilat janë një lloj qetësie dhe satisfaksioni për Izraelin. Thjesht boshti shit nuk është më qendra e gravitetit rajonal. Prandaj Izraeli po fillon të shikoj drejt një rivali tjetër, si që thash, shumë më i rrezikshëm se sa rivali i boshtit iranian. Po çka nënkupton Izraeli me boshtin e ri? Sipas ciklit, ky bosht është Turqi, Siri, Katar. Dhe kjo është më e rënd për Tel Avivin. Ai në deklaratën e tij, në intervistën e tij, nuk fliste për shtete individuale, ky apo ky, por flet për një projekt ideologjik që po krijohet kundër të ardhmës izraelite. Në analizat e shumë qarqeve konservatore, izraelite dhe amerikane, tani e disa vite më parë, vllazëria muslimane shihet si rivali më i rrezikshëm afatgjat se sa edhe nacionalizmi arab klasik apo se sa boshti iranian. Në pyetje pra, me që po përmendet Turqia e Siria e tanishme e Katari, na qenkësh vllazëria muslimane. Arsyeja është shumë e thjeshtë. Përse mendohet kështu? Se vllazëria muslimane tani është ajo bërthama e boshtit të rrezikshëm për të ardhmen e Izraelit. Për çka? 1. Nacionalizmi arab është mundur dhe dërmuar përjetësisht. 2. Komunizmi arab ka marrë fund dhe ky më nuk mund të ngritet. 3. Baathizmi i Irakut i Saddam Huseinit ka mbet në histori. Mirë po, në syrin e Izraelit dhe të botës perëndimore, islami politik vazhdon të prodhoj energji shoqërore e cila nesër mund të shndrohet në një energji konfliktuoze, të drejt për drejt me Izraelin dhe interesat amerikane në rajonin e lindjes së mesme. Nga kjo, perspektiv, Katari shihet si financuesi kryesor i kësaj fryme, Turqia njihet si qendra politike e kësaj, pastaj Siria e re si hapësirë gjeografike nga ku mund të veproj vllazëria muslimane dhe kjo mund të krijoj një blok të re jo vetëm ndikimi, por kërcënues deri në ato përmasa sa Izraeli shprehet kaq hapur, shqetësues, i shqetësuar nëpërmes gojës së ministrit të vet. Tjetra miq, neo-osmanizmi. A thua është frikë reale apo një propagandë izraelite kundër Turqisë së tanishme? Të respektuar nga kudo që po më përcjellni. Pjesa më interesante dhe më e ndjeshme e deklaratës së ministrit izraelit është akuza për rindërtimin dhe ringritjen e sërishme e perandorisë së re osmane. Megjithë që Turqia e Erdoganit nuk ka shpallur kur zyrtarisht synimin për rikthimin e perandorisë osmane,
Megjithatë, në syrin e Izraelit ekzistojnë elemente që e ushqejnë këtë perceptim. Cilat janë ato elemente? 1. Prania ushtarake turke në rajonet të ndryshme nga ku Izraeli ndjen rrezik. Turqia sot, që është fakt i vërtet, ka baza ushtarake të mëdha në Somali, baza ushtarake të mëdha në Katar, ka trupa ushtarake të shpërndara në shumë vende të Sirisë, ka prani ushtarake në Irak, ka marrëveshje ushtarake dhe ekonomike në përmasa të pa imagjinueshme në Libi. Ka një ndikim të madh në Azerbejxhan dhe prezencë të gjithanshme, jo vetëm kulturore, në shtetet turke të Azisë Qendrore deri në kufijt e Kinës. Nëse e shikon hartën gjeopolitike të botës muslimane, e vren shumë mirë se as një shtet musliman nuk ka një rrjet kaq të gjerë në hapësiren muslimane. Një faktor tjetër që flet në lidhje me këtë është edhe diskursi historik që e përdor Erdoani shpesh. Recep Tayyip Erdogan, presidenti i Turqisë dhe elitat intelektuale dhe politike turke shpesh përdorin terme si kthim i detyrueshëm i trashëgimisë osmane. Përmendin figurat e sultanëve si njerëz të cilët kanë qenë jo veç të mirë, por të tillë do të duhej të ishin edhe sot në hemisferën turke. Pastaj flasim për Jerusalemin e dikurshëm Othman, pastaj flasin me gjuhë melankolie për Ballkanin e dikurshëm Osman dhe natyrisht të gjitha këto krijojnë perceptimin e qëndrueshëm në syrin e Izraelit, se Turqia po krijon një rol civilizues dhe jo më vetëm kombëtar. Ajo që është edhe më e rrezikshme është koncepti mavi vatan ose doktrina e adheut blu. Çfarë është kjo doktrinë? Kjo doktrinë synon zgjerimin e pretendimeve detare turke në gjithë Egjen, në Mesdheun Lindor, në zonat energjetike përreth Çipros dhe në disa hapësira të tjera deri tek berigjet detar të Libisë. Nga perspektiva greke dhe cipriote, kjo shihet si një kërcënim strategjik. Prandaj miq, siç e kam shpjeguar në 2-3 videot e kaluara, Izraeli vazhdimisht po bën përpjekje të ndërtoj një aleancë të fuqishme, jo vetëm ekonomike dhe energjetike, por edhe ushtarake me Greqinë dhe Çiprin. Karshi boshtit Turqi, Siri, Katar të ndërtohet boshti Izrael, Greqi, Çipro dhe ishuj të tërë të Greqisë, e sidomos Çiproja greke është mbushur deri në fyt me armë e armatim të ndryshëm. Pika më emocionale, më friksuese për Izraelin natyrisht është Jerusalemi. Kur ministri Izraelit thotë se ata duan ta bëjnë Jerusalemin provincë të Turqisë së re si perandoria e re osmane, ai, ministri, faktikisht nuk flet këto për ndonjë pushtim ushtarak. Analiza ime, por flet për një simbolik e cila po merr format fizik të dukshëm. Për Erdoganin, Jerusalemi është
qyteti Islam, është qyteti Osman historik dhe është zemra e çështjes palestineze, pas zgjidhjen e së cilës nuk mund të ketë qetësi në lindjen e mesme, rrjedhimisht Izraeli kur nuk do të ndjehet i qetë. Nëse për Turqinë ky Jerusalemi është qytet Islam, qytet Osman historik dhe zemra e bërthama e çështjes palestineze, për Izraelin Jerusalemi është kryeqyteti i përjetshëm i shtetit hebrej dhe i hebrejve si këmbë e si popull. Prandaj, çdo deklarat turke e ngjashme e rrumbullakët që jep me nënkuptu apo e drejt për Jerusalemin në Izrael perceptohet si sfidë identitare dhe si kërcënim i drejt për shtetin Izraelit. Në aspektin psikologjik, natyrisht kjo mund të jetë pjesa më e rëndësishme dhe më e rrezikshme e një konflikti që mund të ndodhë midis këtyre dy rivalëve strategjik. Por, apo shkon lindja mesme vërtet drejt rivalitetit afatgjat Izrael-Turqi? Për shumë vite miq, rajoni është artikuluar, është formsuar, apo politikat në rajon janë akomoduar rreth konfliktit dhe rrezikshmërisë midis Iranit dhe Izraelit. Mirë po, tani po shfaqet një mundësi, një realitet i mundshëm i një boshti të ri të rivalitetit. Boshti i rivalitetit Izrael-Turqi pra, ku si rivalitet strategjik afatgjat herë dhe në mënyrë të papritur ndoshta mund të krijon konflikt edhe ushtarak. Kjo nuk do të thotë luftë tani për tani, por do të thotë konkurrencë afatgjate për Sirinë, për Gazën, për Jerusalemin, për Mesdheun lindor, për energjinë dhe më gjithëpërfshirësja për ndikim mbi botën sunite muslimane. Përmenda shqiptarët në hyrje. Kjo çfarë do të thotë tani për shqiptarët? Të respektuar dhe shumë të dashur ju përcjellësit e mi, nga kudo që po më përcjellni. Dëgjoni me vëmendje. Shqiptarët jetojnë, ndodhen në një zonë ku takohet ndikimi amerikan, ndikimi evropian dhe ndikimi turko-osman. Kështu, nëse ky rivalitet Izrael-Turqi thellohet dhe fillon të hedh shkëndija rrezikshmërie për konflikte të drejt për drejta ushtarake, Ballkani nuk mund të mbetet imun, por mund të bëhet përsëri një hapësirë ku fuqit ndërluftuese tani konkurrojnë për ndikim, jo vetëm kulturor, ekonomik dhe strategjik, por edhe konkurenca ushtarake. Për Kosovën dhe Shqipërinë, natyrisht, kjo është një paralajmërim që të kihet kujdes të madh fillimisht diplomatik. Ruajtje e marrëdhënieve shumë të rëndësishme me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ruajtja e marrëdhënieve të mira me Turqinë. Marrëdhënie korrekte, diplomatike edhe me Izraelin. Dhe natyrisht shmangje të polarizimeve ideologjike që ndodhin në lindjen e mesme dhe në konkurencën
apo rivalitetin geostrategjik afatgjat midis Turqisë dhe Izraelit. Nga këndvështrimi personal, deklaratat e ministrit Izraelit Qikli nuk duhet lexuar vetëm si reagim emocional ndaj Erdoganit. E them këtë si paralajmërim për klasën intelektuale dhe elitat politike shqiptare në Shqipëri, Maltëzi, Maqedoni dhe Kosovë. E përsëris edhe njëre, nga këndvështrimi im personal, para të së një Izraelin, Turqin, geopolitikën e rajonit të lindjes së mesme, dhe para të së, po them me modesti, po mundohem t'i përcjeli marrëdhëniet ndërkombëtare, deklaratat e ministrit Izraelit Qikli nuk duhet t'i lexojnë shqiptarët si reagime emocionale ndaj Erdoganit, por t'i shohin se ato përfatsojnë një tezë strategjike që po fiton terren në disa qarqe të ndjeshme vendimmarrëse izraelite, qarqe të cilat këto ndikojnë fuqishëm edhe në politikat e jashtme të disa vendeve të fuqishme perëndimore e sidomos të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Pra, Irani tani më deklarata e tij, të cilën po e lexoj dhe e interpretoj, Irani tani më nuk është më problemi kryesor i së ardhmës së Izraelit. Turqia është fuqia që mund të sfidoj ndikimin Izraelit në lindje të besme gjatë dekadave të ardhshme dhe se ky ndikim do të prish konstelacionet e lindjes së mesme dhe impaktet e saj në politikat e Ballkanit dhe të Evropës në përgjithësi. Nëse kjo tezë do të shndrohet në politikë shtetërore izraelite, teza e ministrit të cilën e flet ai botnisht, atëherë mund të jemi duke hyrë në një epokë të re geopolitike, ku boshti kryesor i rivalitetit rajonal nuk do të jetë më Teheran Tel Aviv, por do të jetë Ankara Jerusalem. Kjo do të ishte një nga transformimet më të mëdha strategjike në lindjen e mesme që nga fundi i luftës së ftohtë, dhe kjo do të ishte rreziku më i madh, jo vetëm për lindjen e mesme, por edhe për gjeografinë shqiptare këto në Ballkan. Sqarimi i sotshëm ishte informim në lidhje me atë se çfarë po ndodh atje dhe një paralajmërim për klasën politike dhe elitat intelektuale shqiptare. Deri në ndonjë analizë tjetër, mirëmbëjtje, mirupafshim.